Përshëndetje të gjithëve. Është një emocion i veçantë që shoh gjithë këtu. Realisht, ndoshta ju nuk e ndjeni as shumë sa ndjejmë ne, kemi rreth 6 muaj që punojmë për këtë projekt. Dhe ky është një projektet më të bukura që nuk mendojmë ta lëmë vetëm në Londër, duam ta çojmë në Edimburg, do ta çojmë dhe në Janina, ndjen nga vjen Ali Pasha. Do ta sjellim dhe në Tiranë. Kështu që dua një përshëndetje dhe një duatërorite shumë të madhe nga secili prej jush këtu për të punuar këtë bukur që kemi bërë. Agjencia Kombëtare e Diasporës, e cila është një institucion varësie nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, në momentin që mori propozimin e dy zonjave të nderuara, realisht tha wow. Dhe kjo ishte për të vënë në dukje atë që ashtu si pa Bajroni, shqiptarët në themelin e vetë, trimërin, besën, po edhe ashpërsinë e shqiptarit, por duke e treguar që vlerat e shqiptarit janë kudo, ne menduam që të bënim këtë event kaq të rëndësishëm. Kush e kishte menduar më parë, qoftë edhe para 4-5 vjetëve që brenda në Londër do të vinte ansambli i teatrit, operas dhe baletit. Dhe do të këndoni dhe do të shikoni kaq bukur në shohun teatr këto vajza me këto kostume kaq bukura, dhe kjo është realisht një merit e të gjithëve ne së bashku, jo vetëm ne, po edhe ju publikut, dhe ju falenderoj shumë dhe shpresoj që gjëra më të bukura të bëhen me kalimin e kohës. Ju falenderit. Falenderit ju, dhe patjetër dhe nga alta dhe sfida duam t'i falë zemra.